Në orën 12:30 të mesditës së sotme, Monika Kryemadhi, ish kryetare e LSI-s dhe aktualisht deputete e Partisë së Lirisë, u paraqit në ambientet e prokurorisë së posaçme, ku ju komunikuan zyrtarisht akuzat në lidhje me 2 dosje të bujshme, atë të Chase Dia dhe lobimit të LSI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Burime nga SPA konfirmojnë se Kryemadhi është marrë në pyetje në cilësinë e të pandeurës dhe ndaj saj është caktuar masa e sigurisë detyrim paraqitje. Ajo akuzohet për 3 vepra penale: korupcion pasiv i funksionarëve të lartë, pastrim parash dhe deklarim të rem të pasurisë. Në të njëjtën dosje është përfshirë dhe bashkëshorti i saj, ish presidenti Ilir Meta, i cili ndodhet në burg prej 21 tetorit të vitit të kaluar dhe vazhdon të jetë në masën e sigurisë, arrest me burg. SPA ka vendosur të zgjasë safatjen e hetimeve deri më 15 tetor 2025. Pas përfundimit të seancës në SPA, Kryemadhi doli përpara gazetarëve, ku nuk kurseu ironi ndaj akuzave dhe vetë institucioneve të drejtësisë. Nuk e di me thënë të drejtën, po sido që tjetër është i proces që do marrë ato rrugën e vet, po. Kryemadhi, Karaj tha që ju e zgjidhët me pajtim çështjen e padisë për shpifje. Është vërtet? Dhe ju jeni dakord ta zgjidhni me pajtim? E para një herë, unë me zotin Karaj, njihemi që në vitet 92. E dyta, kemi këndvështrime të ndryshme dhe e lexojmë ndryshe mesazhin apo deklarimin tim. Unë përsëri vazhdoj të them që sado që tjetë e mundshme dhe e realizueshme, po themi, diskursi politik apo edhe ligjërata ime në pika dhe në presje, është tjetër e shkruar dhe është tjetër e dëgjuar. Megjithatë, ne jemi në një fazë të ballafaqimit. Pra, ne edhe mbasi mbaruam seancën në gjyq, vazhduam në ambientet e gjykatës. Ndërkohë nuk mungoi as reagimi nga qelia, ish presidenti Ilir Meta, tashmë zyrtarisht i pandehur, publikoi një deklaratë me zë, ku nuk mungoi ironia dhe sulmet ndaj qeverisë dhe drejtësisë. Përmbyllje me procedurë siç nuk ka patur as në të kaluarën. Ky është një proces që do të fitohet siç fitoi presidenti Ilir Meta të gjitha proceset hetimore që bëri parlamenti me 122 kartona kundër tij si presidenti i Republikës. President, në lidhje me rezultatin tuaj personal në garën, keni një koment? Është artikuluar shumë çka. 8.000 herojnë që votuan për Ilir Metën, që u rrëmbyen atë mënyrë terroriste, me vetdije, me firmën e Altin Dumanit edhe të kolegëve të tij. Meta akuzoi SPA-kun si pjesë të një task force politike dhe u shpreh vendosur për të mos kërkuar asnjë favor ligjor. Ndërkohë hetimet për 2 dosjet ku përfshihen Kryemadhi dhe Meta pritet të intensifikohen gjatë muajve në vijim, me pritshmëri për seanca gjyqësore publike që do të tërheqin vëmendjen e opinionit dhe mediave ndërkombëtare.